Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbledhur këtë të mërkur grupin parlamentar të kësaj force politike. Berisha foli për protestën e 8 majit, ditë të cilën e cilësoi si një ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme për opozitën. Drejtuar demokratëve, Berisha u bëri thirrje që çdo moment t'ia kushtojnë përgatitjes së protestës së 8 majit, të cilin e quajti një akt kryengritjeje. Kryedemokrati u shpreh se mazhoranca po përpiqet të mbjellë terror në grahmat e fundit të saj. Jemi në prag të 8 majit. Një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për opozitën shqiptare dhe për shqiptarët. Ndaj dhe njëherë në mënyrën më të vendosur. Ju bëj thirrje që çdo minutë, çdo orë t'ia kushtojmë përgatitjes së këtij aktit kryengritjes paqësore të 8 majit. Si mesazh më i rëndësishëm që ne u përcjellim shqiptarëve në kushte kur përpiqen me të gjitha mjetet t'i dekurajojnë. Përpiqen me të gjitha mjetet të mbjellin terror në grahmat e fundit. Të dëshmojmë se ne nuk pranojmë kurrë Edi Ramën, qeverinë e tij si të ligjshme, nuk ka asnjë legjitimitet për shkak të zgjedhjeve që ka rrëmbyer, për shkak të vjedhjeve me të cilat është kap. Dhe të provojmë se ne jemi zëri i ndërgjegjes shqiptarëve dhe jemi forca kryesore integruese, forca kryesore e që punojnë për të ardhmen e këtij vendi. Berisha përmendi dhe miratimin nga Komiteti për Punët e Jashtme të PS së progres raportit për Shqipërinë, të cilën tha se do ta kthejë në program punë për PD-n.